Përshëndetje shqiptar! Mirë se vini në ditën e 27 të protestës. 27 ditë duke protestuar kundër kësaj qeverie kriminale, kundër kësaj qeverie që na ka nxirr jetën, kundër kësaj qeverie që askush nuk e do. Si çdo ditë tjetër, fton çdo shqiptar që të na bashkohet në këtë kauzë, fton çdo shqiptar që të bëhet pjesë e protestës, që të gjithë bashkë ta rrëzojmë me Edi Ramën dhe qeverinë e tij kriminale. Si çdo ditë tjetër, do ta nisim me himnin kombëtar. Në emër të grupit koordinues të protestës, duke dëgjuar propozimet e sovranit për 27 ditë me radhë, po dalim sot para jush me këtë deklaratë politike për të sqaruar protestuesit, si dhe të gjithë bashkëkombësit tanë, qoftë ata të pranishëm fizikisht në shesh, qoftë ata që na mbështesin me zemër dhe mendje, se kjo protestë mbar popullore dhe paqësore kërkon sa më poshtë. Dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. Ndryshime kushtetuese ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjesshme, gjatë gjithë jetës së tij politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore,
shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investimet strategjike. Kontrata e re sociale mes qytetarëve dhe shtetit do të përpilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Këto janë kërkesat tona të qarta, legjitime dhe të panegociueshme, të dala nga zëri i qytetarëve dhe nga vullneti i sovranit. Ne mbetemi të vendosur në rrugën e protestës paqësore, demokratike dhe qytetare deri në realizimin e tyre. Rama jepet dorëheqjen, Rama jepet dorëheqjen, Rama jepet dorëheqjen. Motra dhe vëllezër, sot desha t'jap një shpjegim. Kam marrë sa kërstime para, kërstime të vogla, se në kanë botë mbaja, por për mu janë të vogla, po kam dalë me dhoni shpjegim. Jerë puna parë du me bëj falënderim për një atletar shqiptar që ka thonë kontribut jashtëzakonshëm, edhe unë dim ju thonë që unë kam qa familjarisht kur e kam pa, për kontributin UÇK-s me gjithë djallën e vetë. Ky quhet Dilaver Goxhaj dhe s'ka shqiptar që s'duhet një e diderin e Kiroti. Pastaj du me njësë pak me këtë ligjin e tokave bujqësore. Është një projekt ligj që është gati për miratim parlament për tokat bujqësore që priten mi ushit vetëm të hujve. Kam nevojë dhe kam dëshirë ja shpjegu pak shqiptarëve çfarë është ky ligj. Ky ligj do të thotë që ne jena pronar tokash dhe do të vini një huj do blej 10 dylym. Dhe nëse ky huj ka bledhë 2 dylym, ti i lindë drejtat na zaftoj krejt pronat sepse favorizohet nga që ka titullin investitor strategjik. Që ta kuptojnë krejt shqiptarët, Parlamentit do me votu një projekt ligj që i jep favor të hujve dhe jo shqiptarëve. Dhe ç'është më e keqja, nuk ka thonë të europianëve, por thotë hujve, dhe unë e pyes të Tiranën, kush janë të huj? Përveç kësaj tha, unë i kam posta deklarata e Tiranës, edhe unë e di që ai se ka kuptu nga mburon ky mledh dhe t'ja shpjegoj tani. Kam fillu punë moshën 7 vjeçare, jetojnë Mamurras, kam lind Mamurras, quhem Erald Zep Noj. Kam fillu punë në moshën 7 vjeçare dhe gjithë qyteti im njohin kush jam. 7 vjeç m'janë qa durt, m'janë bo gjak, tu një mu familjen se kemi lind edhe jemi rrit një familje të varfër. Në shkollë kemi hangër të jak se shpesh herë mëzet e gjumi pa bo detyra, dhe mësus nuk e dishin. Kam shku student me këpus të grisme. Kam marrë 24 provime shtetërore me zotësi, pas një lek, kam 8.000 student në shpitar.